Përshëndetje, sot do të iki në një fest që bëhet këtu në Spanjë, ka emrin Medieval, edhe besoj se bëhet në të gjithë botën, është kështu si punë karnavalesh, edhe vin njerëz nga gjithë bota dhe bëjnë ushqime shumë të mira. Jam përgati, kam veshur zjarin, e kam përgatitur, jam përgati edhe vetë, kam bërë flokët me onde, janë duke rënë pak, sepse nuk është se më mban shumë ondja, por nuk ka problem. Në kokë po mendoja të vija një shami, por më duhej një në ngjyrë vishnje, sepse më shkonte shumë me bluzën. Kjo është një bluze fiks për karnavale. Do t'ju tregoj të gjithë outfitin tim çka kam veshur, por në këmbë nuk kam veshur akoma, mendoj se do vesh vetëm një palazete të bardha me gomë. Edhe tani do iki sepse ora është 4 mbasdite. Kështu që por do shkoj të blej një shamin që më duhet që ta lidh në flok. Edhe pastaj do shkoj për te karnavalet. Kështu duket edhe veshja ime, është kjo bluzja që është si punë shalli, lidhet këtu. Dhe kam veshur me pantallona lino të gjera deri në fund të këmbëve, sepse dukej shumë bukur. Edhe nga mbrapa rrin shumë bukur. Edhe jam dhe rehatshëm për të ikur. Por dukem qik edhe si për karnaval. Kështu dukem edhe unë para se të dal, kam veshur atletet të bardha, këto, sepse janë me shumë gomë. Kam marrë edhe këtë çantën, duke qenë se zeza më shkon me flokët, edhe këtë gjën brenda të bardhë. E kam kombinuar me pantallonat. I kam vënë dhe një lule. Dhe mendoj se duket shumë bukur. Kam vënë edhe këto syzet që janë në ngjyrën e këmishës. Veç shamia më mungon tani dhe janë fiks për karnavale, vetëm se jam qikë në modën e re. Kështu që tani po iki, me qenë se dhe Angelo dhe Zjari dolën përpara dhe unë do mbyll derën edhe do iki. Ja edhe Zjari te karroca. I kam veshur me këto tutat e gjera që kanë dalë në modë edhe me një bluzë të bardhë oversize. Edhe çorape të bardha. Tani jemi duke ikur. Kemi një çerekore rrugë. Por sa të kthej unë pak të dyqani për të bler shamin, do vej 20 minuta. Për fatin tim të keq, dyqanet e shamive ishin mbyllur. Edhe ulëm të pim një Red Bull për të freskuar dhe pastaj do ikim direkt lart tek Kështjella tek festa. Tani jemi duke u ngjitur për lart tek Kështjella, por që ka shumë njerëz. Sepse Medievali është edhe 2 ditë të tjera, me sa dëgjova. Por sot nga që është e diel, janë të gjithë njerëzit pushim, edhe dalin. Lajmi mirë është se gjeta shami këtu, por ishte pak shtrenjtë për unë e mora dhe ishte në ngjyrë vishnje, ashtu si që doja. Tani po futemi dhe te Kështjella, që është shumë e madhe dhe ka shtëpi brenda. Po e vura dhe shamin, edhe këtu ka ngjyrën e mustardit të këmishës. Edhe është vishnje ashtu si që doja. Tani jam duke ngjitur Kështjellën. Është pak kështu si malore, por çike lashme pas keqe. Okej. Shikoni se sa njerëz ka njëherë. Dhe ka vetëm mish për të ngrënë.
sujuk, salam, nuk e di çka ka tjetër aty, ka dhe ca patate, edhe panine, po nuk besoj t'i ham këto, dhe pse që nga të buta. Për të pirë kemi kola. Këtu janë edhe shtëpit e njerëzve brenda te kalaja. Tani jam duke u kthyer për shtëpi me zjarin, sepse Angelo doli dhe do dilte me shokët. Edhe zjari po fle gjumë tani, por më duhet që të shkoj në shtëpi dhe ta ndroj, pastaj duhet që ta ushqej, sepse ai hëngri banane. Është ora 8 e darkës edhe këtij është akoma diell, por që nga shumë ngrohtë sot. Unë kam hequr dhe shamin edhe syze se s'po i mbaja dot më. Tash jemi gati për të shpia. Që më bën ti? Zjari sa po u zgjoa dhe ne më rritëm të shtëpia. Tani do më duhet që të ndroj pak. Që ka mami të Dora Chelsea? Zjari? Ku është babi? Ku ke babin ti? Ka ikur babi? Qa? Qa do t'i thuash mamit? Zjarin e ka zënë gjumi tani, sepse nuk donte të flinte më herët. Edhe luajtëm deri tani, ndaj unë dukem pak e lodhur, sepse është vonë, ka shkuar ora 10 e darkës. Edhe tani sa po lava fytyrën time, hoqa make-upin, edhe do bëj rutinën e darkës. Është ky toneri nga Centella. Kam marrë këto produktet e Centellës edhe kam gati 1 muaj që po i përdor. Dhe janë shumë të mira, sepse nuk më kanë irrituar lëkurën fare dhe as nuk më bëjnë as puçra as i gjë. Vetëm më mungon vaj. Duhet ta blej dhe atë, sepse ai është shumë i mirë për pastrimin e pikave të zeza. Unë nuk kam, por që nëse më dalin, më duhet që ta kem. Tani është edhe kremi. Ky do vetëm shumë pak, sepse përhapet shumë në lëkurë, kaq. Përhapet shumë mirë. Edhe unë këtë rutinë e bëj në mëngjes dhe në darkë gjithmonë, veç se darkave 2 herë në javë kam shtuar edhe retinolin për pjesën e rrudhave që mos më krijohen rrulla. Kam lënë një retinol që ishte bërë viral shumë në Instagram. Është një në ngjyrë jeshil. Deri tani më duket shumë i mirë, do vetëm disa pika në, për shembull kur qesh, dalin pak këtu. Te balli nuk është se kam në fakt, edhe pak këtu te hunda kam disa dhia, edhe i aplikoj aty edhe besoj se do zbehen. Si është kjo ampula e Centellës, që është shumë e mirë. Do të vetëm nisi kjo për ta bërë në fytyrë, dhe fytyra shkëlqen. Nuk është mirë të harroj asnjëherë, dhe pse ndonjëherë kam harruar. Dhe pse kur kam harruar ndonjëherë, prapë kam pas lëkurën shumë mirë. Sepse njerëz jemi, jo se kam harruar, në mendje kam, po thjesht kam purtuar sepse kam qenë e lodhur. Po 5 minuta punë nuk të kushton gjë. Shikoni sa pastër duket, edhe që shkëlqimi ka. Edhe këto nuk i ndroj me asnjë produkt tjetër. Vetëm Larsin, sepse Larsin kam atë të CeraVe, por nuk më pëlqen fare. Edhe tani jam gati për të fletur gjumë. Në mëngjes bëj prapë të njëjtën rutinë, veç se shtoj kremin e diellit në fund të këtyre produkteve, edhe pastaj nëse dua të dal pa make-up, vetëm aq. Ose nëse dua të bëj make-up, e bëj pas kremit të diellit, por kremi i diellit duhet me patjetër, duke qenë se un kam edhe nishane,
Edhe duhet që t'i mbroj lëkurën që mos më bën edhe një lla kafe, sepse pastaj prishet lëkura. Në fakt do të përdorni të gjitha ju gocat. Edhe zjarri ka krem dielli, ka dhe krem pas diellit, krem fytyre, krem trupi. Ja kam siguruar të gjitha sepse nuk dua që të ketë lëkurë të ashpër, dhe pse zjarri ka lëkurën e butë, sepse normal është bebe, por ka marrë goxha ngjyrë nga kur dal tani xhiro me karrocë, këmbët e zjarrit kapin në diell edhe kanë filluar të nxihen. Po vjen ngjyrë. Çfarë e lash pak edhe te balkoni, sepse aty ka lodrat e veta dhe ka një gjë kështu rrethore që e fus aty brenda dhe zjarri luan me lodrat. Ndërkohë që unë mund të bëj stërvitjet e balkonit me veglat e palestrës ose rrimet për ta parë dhe për ta ruajtur, sepse është në një moshë që nuk duhet lënë kurrë vetëm, sepse është periudha kur ngrihet në këmbë tani, edhe prek çdo gjë me dorë, e fut në gojë, edhe rrotullohet ose kthehet. Domethënë është periudhë goxha e vështirë dhe shumë delikate. Tani të më falni për këtë gjë këtu mbrapa, po si do dukem që kam bërë punët në mëngjes. Për çka po nuk dija ku ta lija edhe lash aty meqense ishte dhe thash ai po filmoj. Tani do më duhet që të iki. Falenderoj shumë që keni parë videon time deri në fund. Ju pull fort të gjithëve, do të shihemi në videon e radhës. Natën e mirë.